Fëmija mund tjetë drogirash, fëmija mund tjetë i devijuar, fëmija mund tjetë ashtu kështu. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Ne dhe mundohemi, gajret dhe bëjmë për të edukuar. Ama shifnja, Nuhin a.s. e besun fëmijët e një popullit qafir. Apo? Ishin idhujtar. Fëmijët e atyre e besun Nuhin a.s. A fëmija Nuhit a.s. Djali Nuhit a.s. se besoj babën e vetë. Nëse nuk i kemi në rrugë drejt, nuk duhet të heqim dorë prej tyre. Nuk duhet t'i përzam prej shtëpisë. Nuhi a.s. Çfarë i tha fëmijës vetë në momentet e fundit, subhanallah? A i tha, o biri im, ja bunejër kem ma'na, o biri im, hes hip në nije. A i kis gjedh ma kufrin, ish në gjitë me një kodër të nalt. Po? I tha, hec hip me ne. Pra deri në momentin e fundit mos e le angazhimin për edukimin e fëmijës tanë.